Ka bizneset të cilët përpiqen t'i kualifikojnë stafet e veta. A mund ta ilustrojmë me një shembull të thjeshtë fare? Një shembull të thjeshtë fare. Që të kuptohet se çfarë dua të them me këtë që nuk janë të dyja stafet, nuk sillen njësoj, po themi përpara përgjegjësisë së punës. Në qoftë se një kamarier shqiptar, në momenti që s'ka punë, se të gjithë e dim që fluksi i punës nuk është i njëllojt nga mëngjesi deri në darkë, në ato momente kur s'ka punë, shkon gjen një qoshe dhe merr celularin në dorë. Stafi i huaj nuk e bën kurrë këtë. Po çfarë bën? E nuk e ka fare telefonin në dorë. E ka lënë në dhomë ose e ka lënë diku në një. Mos ta paragjykoj për një celular tani. Jo, e paragjykoj për një celular, më beso. E paragjykon për një celular sepse një moment është ai kur ti e ke mendin ke celulari dhe hyn klienti ke dera. Dhe ai klienti atë shikon mënyrën si do e presësh ti. Se menun çdo restorant e ka njësoj. Sepse recepcionin çdo hotel e ka njësoj. Dakor? Diferencën një hotel me 4 yje, një hotel me 4 yje ta bësh shërbimin ty. Avokatin mbrojtës të djallit, s'ka djallën këtë mes, po e bëj kështu për të mbrojtur pak këta tanat. Kota shqip. Jo, këta tanat e mira, po ti vën pak gishtin kokë se ta duan çik më shumë punën. Se dhe ne tanët duam, nuk duam t'i marrim këta, i kemi me kosto të mëdha dhe këta që të kuptojmë. Që çfarë ndodh me të huajt. Pra, domethënë, në këtë momentin e pauzës. Derisa ti korruptojmë, pra derisa ti shqiptarizojmë dhe ata merren me diçka, punojnë paralelisht, për çfarë ndodh? Se si funksionon, po themi, formula në Shqipëri. Ato kanë më tepër respekt për punën. Do ta shijojmë atë shërbimin e tyre, në kuptimin që nuk është Shqipëria nuk ka shpikur rrotën me këta. Asgjë, po sigurisht që nuk po shpikim rrotën. Ti sot shkon në Itali, ti po të shkosh në Milano, dhe që është bërë problem shumë i madh, jugu Italis nuk po e aplikon këtë pjesën, të paktën në pjesën ballore, që ti shërbehet ose që turisti në jugun e Italis të shikoj persona që nuk janë italian, por në Milano po të shkosh sot, ti nuk gjen më italian që të shërbejnë. Ka shumë vite, nuk është sot. Në Evropë, edhe në Gjermani, edhe në Angli, po të shkosh. Dhe fakti është që atyre ka shumë vite që... Po ideja është fakti që atyre ka shumë vite që funksionon kjo gjë, do thotë që me sa duket asa ta nuk italianizohen ka shkollaj, nuk shqiptarizohen ka shkollaj, sepse është një kulturë pune me të cilën ata janë lindur dhe rritur. Ashtu qoftë. Okej, do pasqyrojmë një tabele, kam një pyetje thelbësore tjetër, se të shoh pak edhe atë në kontekstin subjektiv. Mirë, japim të plot, lutem se kam pamundur ta shoh kaq larg. Aplikimet e reja për 2025 sipas shteteve. Përqindjen më të madhe kanë indianët, mos gaboj, deri 14%, Filipinet 13%, Italia 12%, Egjipti 11%, Kosova 9%, Turqia 7%, kemi nga SBA, Myanmar, Rusi, Ukrainë. Të janë vëndet pastaj? Po, edhe vëndet të tjera që është përqindja më e madhe se duket të pamundur për të pasqyruar. Tash pra, kryesisht ato që punsojmë ne janë indianët, filipinezët, edhe egjiptianët. Nga eksperienca personale, filipinezët janë, shtetasit filipinezët, janë ata që janë më të... Se i shoh që kryesisht të vinë edhe në shtëpia. Flora, tani... Po, të vinë të gjitha llojet e... Jo, ju të dy së bashku me gjithë respektin, po të me vinë 20 profesionistë ju, nuk e besoj dot që filipinezët janë më pastërtor edhe janë më të sjellshëm në shtëpi edhe gatojnë më mirë se ne. Kam përshtypjen që nuk është kjo arsyeja, po mendoj që kontingenti nga Filipinet pra i vajzave. Një sigullizëm për shtetasit e Filipinës. Nuk i paragjykon dot. Kam përshtypjen që një sër arsyesh që mund t'jenë tekniko-burokratike, pra është më e mundur t'i sjellësh, fjala vjen nga Filipinet se sa nga Myanmari, ose se sa nga Nepali. Nga Nepali ose nga India vinë kryesisht djem, kurse nga Filipinet vinë kryesisht vajza, sepse ndoshta niveli ekonomik i Filipineve mund t'jetë më i ulët dhe ato janë të gatshme, po themi të vinë, pra të sakrifikojnë, të lënë familjet e tyre në një vend kaq largët si Shqipëria për të ardhur edhe për të punuar, kryesisht në familje, duke i konsideruar si sektor të sigurt. Pra, në një familje, sido që t'jetë puna, nuk të ndodh asgjë e keqe, sepse ti... Dhe mos në Shqipëri, me thënë drejtën që Shqipëria është akoma... Në Shqipëri nuk të ndodh asgjë kundri asgjë, sepse duke qenë një popull emigrantësh, ne, për shembull, por edhe familja tradicionale në Shqipëri, nuk ankohet për keq trajtimin ose bullizimin e emigrantëve. Ne nuk jemi racist, as racist në ngjyre, as në niveli shoqëror, jo. Do me thënë, nuk dit jetë bërë ndonjëherë problem, për shumë që të trajtohet keq një emigrant për kuriozitet më te, për pagat, mendoni që i vlerëson një lloj si shqiptar? Jo, pagat, shiko, pagat të huajve, po, janë pak më tulta se sa ato që kërkojnë atëre. Janë paga normale,
brenda logjikës së tregut të punës. Por atyre ju ofrohet akomodimi dhe ushqimi. Pra ka një tjetër lloj marrëveshje. Gjatë sezonit turistik edhe shqiptarëve ju ofrohet akomodimi dhe ushqimi dhe kërkesat, se këtu dua të ndalem, kërkesat që ka një staf shqiptar